Të besimit islam apo jo, festa e Kurban Bajramit është festë zyrtare shtetërore dhe duhet të vlej për të gjithë qytetarët. Por kjo s'u respektua as këtë mërkur në komunën e Graçanicës që banohet me shumicë nga komuniteti serb. Këto procesi mësimor në shkollat që funksionojnë me sistemin paralel serb u zhvillua si në ditët paraprake me orar të plot. Kjo ndryshe nga komuna tjera në të cilat mësimi s'u mbajt. Në ditë feste punoj edhe posta në Graçanicë, e cila menaxhohet nga institucionet e Kosovës. Kjo e fundit ofroi shërbime për qytetarët të mërkurën, por për këtë e patë një sharem. Sipas menaxherit të pikës së postës këtu në komunën e Graçanicës, sot po punohet për shkak se do të kujdesarohet me që është një nga pikat kryesore. Të njëjtit thanë që kjo vlen edhe për komuna tjera të Republikës së Kosovës. Një njoftim të tillë zyrtare bëri edhe vetë posta e Kosovës. E me mos respektimin e vendimeve të institucioneve të Kosovës, sipas ish-ministrit të administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferrati, komuniteti serb tenton të tregojë rezistencë. Po kjo nuk është hera e parë që qytetarë gjithësisht në institucione ku ndodhen në mesin me shumicë të komunitetit serb abuzojnë me situatën e tyre dhe nuk e respektojnë këto, duke lënë përshtypje sikur ata bojnë rezistencë në respektimin e institucioneve të Republikës Kosovës, se ata në ato lokalitete akoma funksionojnë me themit të ndërlidhura me Serbinë. Ferrati tha se shteti ka toleruar duke mos i ndëshkuar për shkak të ndjeshmërisë që ka situata me serbët. Deri tash është krijuar një tolerancë për hir të situatës që kemi kaluar, në mënyrë që mos më konsideru kjo pak a shumë një fanatizëm nga institucionet e Republikës Kosovës dhe një provokim her pas here çfarë kanë ditë me komentu, sidomos Bashkia Ndërkombëtare. Ndërkohë institucioni që respektoi festën zyrtare që komuna e Graçanicës, e cila të mërkurën nuk ofroi shërbime.